Penci, Kaçanikut, ma vonë Drenica, edhe kështu me radhë disa klube mu i mi mbet bosh dikujt, po mos mazini për të madhe, i pari ka qenë Flamurtari që ka Edhe Vllaznimi gjithmonë i ka pas fanelat Kuqësi. Nuk diskutohet fare. Vllaznimi Gjakovës është klub me ma tepër simbolike rezistencës. Unë jam prej Gilani, një katuni prej Gilani. Baba ka qenë shkollë të mesme në Gjakovë, geodezi, në atë kohë, rrethonat e më tregon që kur që ka arrusi. Në Gilan kanë qenë mbishkrimet pejt në Qirillisë, në Gjakovë, në atë kohë, plasë për rrethonat 70 vjet i ka baba. Ka qenë në gjuhën shqipe uhabit. Do me thonë, Gjakova ka frymu me idenë që ato që po thoni, nuk është vetë Vllaznimi, po është konë qatë universin e frymëzimit kombëtar, me Shqipërije, me kështu me radhë. Do me thonë, ka tradit në Gjakova. Nuk diskutohet. Zoti Agushi, ju sa po keni kohë me përcjell Kupën e Botës?